Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 18 janar 2026. Ë, u bën disa ditë që s'kam bërë video në kanalin tim. Arsyeja është se kam qenë shumë i zënë. Sot jam me mikun tim, me filozofin, me historianin, ë, historian i vetbërë, mund ta quaj Pedro, domethënë historian ë ja, i vetbërë, domethënë Petro Prodanin, me cilin pesh bëjmë biseda historike nga më të ndryshmet, që nga identitetet kombëtare dhe etnike, perandoria osmane etj etj. Por me Petron sot do diskutojmë për atë që ndodhi në Iran në to 3 javët e fundit. Për ju që keni parë prononcimet e mia në për televizionet të ndryshme, un kam marrë pjesë në një numër televizionesh ku jam ftuar që nga syri televizion i Flavio Qarrit, ku edhe më mbyllën kamerën, te MCN TV-ja, te Rakipi, te NTV-ja e tjerë, ku kam shpjeguar pak a shumë ato që po ndodhin në Iran. Sot me Petron, i cili si gjithmonë lidhet nga Greqia, do bisedojmë pak a shumë se çfarë ka ndodhur në Iran. Petro këtu do japi atë këndvështrimin e tij, si e shikon ai nga Greqia atë që po ndodh në Iran, dhe më pas unë do të jap ato opinionet e mia. Petro, mirë se erdhe, si kalon? Mirëditë Olsi, faleminderit për ftesën. Dua të bëj një ndërhyrje të vogël. Unë nuk jam historian, unë jam një lexues i kujdesshëm, një pensionist lexues i kujdesshëm dhe më pëlqejnë temat historike. Faleminderit përsëri për mundësinë që ju më jepni. Unë përpara se të filloj diskutimin, si të thua, shtërrend të kësaj teme, përgjithësia e këtij diskutimi do vjen mbi ju, sepse unë nuk jam mjojtës i mirë i Iranit. Unë dua të them disa gjëra që lidhen me të kaluarën time, me rinin time. Ne në sistemin edukativ shqiptar kishim pak njohuri mbi Iranin. Unë kam lexuar disa novela të cilat ishin kryesisht të kohës së revoltës kundër si ka ajo familja, dinastia e Shahut. Aty më ka bërë përshtypje për herë të parë historia e Iranit, por dua të them që në mendimin shqiptar, në edukimin shqiptar, historia e Iranit, e Persisë është shumë pak e shpjeguar. Njerëzit nuk janë në gjendje të kuptojnë ndryshimin midis persëve dhe arabëve. Është, si të thua, një punë e lënë pas dore, e cila duhet sqaruar, duhet sjellë në kontekstin aktual. Dhe unë e kam ndjerë veten shumë ngushtë, shumë vite të kaluara në Toronto, kur një miku im, një person shumë i kënduar dhe lexuar, muli në tavolinë me një burr nga Irani. Ju e dini që në Toronto shumica e iranianëve janë ata që janë kundër qeverisë. Dhe unë ndjeva shumë ngushtë. Sidomos në lagjen ku ka jetuar ti, në North York, ajo quhet kështu The Little Teheran apo Teheran i vogël. Po, po këta mund ta vërtetosh fare kollaj, nëse lëviz përgjatë rrugës që quhet Young,
dhe do të shikosh në të majtën të djathtë, aty ka shumë biznese iraniane, duket nga tabelat. Megjithatë, unë po kthehem prapë në ai moment, unë ndjeva veten shumë të paedukuar, kur në mendjen time unë ngatronja arabët me persianët. Do me thënë, dallimi midis këtyre grupeve të civilizimit njerëzor ishte shumë i përcipët, dhe që në atë moment unë vendosa që të mos merrem me diskutime të tilla, sepse niveli i ulët i njohurive të mia më bëri që sharak me fjalë. Tani, dy gjëra. Edhe shqiptarët, historikisht, kanë patur një ndikim persian, dashur pa dashur, kjo duke qartë edhe në studimet gjenetike me fjalë, por kryeqendra e Shqipërisë sot që është Tirana, unë mendoj se ka të bëjë me fjalën Teheran, i cili do të thotë një rafshnal të pranë vargmaleve, pra Teheran në gjuhën persiane do të thotë një vend i rafshët ose një lloj fushe pranë këmbëve të një mali. Dhe gjithashtu mendoj se edhe fjala dajt lidhet me gjuhën perse, që dhe mendoj se lidheshe me fenomenin e zbarjes nga dëbora të majave të malit, sepse dajt lidheshe me fjala dajt në gjuhën persiane lidhet me dimrin. Pra, në gjuhën shqipe dhe në toponimet shqipe, unë mendoj se kemi një ndikim persian. Për shembull, unë kam këtu filxhanin e kafes time, filxhan është gjuhë perse, zana, ja ta ngrenjë, përshëndetje Olsi. Kur mora vesh që zana do të thotë grua, më erdhi për t'i qeshur. Kur mora vesh që fjala qelibar është fjalë perse, përsëri u çudita. Pra ka shumë fjalë, sidomos në familje, si e përdorim hall, daj, haxh, janë fjalë persiane. Dhe ato Qati, gjade, çadër, sehir, po, do më thënë, persishtja është aq e thellë në gjuhën shqipe, dhe kjo vjen nga fjala, do më thënë, nga osmanishtja, se gjuha osmane ishte një mishmash ndërmjet turqishtes mongoloide, kur turqit erdhën me Gjingis Khanin dhe pushtuan kalifatin Abasid duke marrë Bagdadin, edhe më pas, do më thënë, turqit që u islamizuan morën gjuhën perse. Do kemi fjalë sigur aheng, ashiqare, avaz, bahçe, bayraktar, bakshish, barbar, behar, bohçe, bülbül, çardak, hileçar, hoc, hizmetçar, lafazan, manushaqe, panxar, pambuk, padishah, niseshte, nishan, nevruz, tezja, dhe vazhdojnë dhe më thënë pa fund, janë me mira fjalë perse që janë në gjuhën shqipe. po. Por bie plotësisht dakord që ato erdhën në një periudhë të kontrollit otoman, por sido që të jetë, kjo tregon një rrjedhje kulturash dhe shpërngulje kulturash, pavarësisht, si të thuash, asaj, si thon, nuk e di në gjuhën shqipe, makinës të themi që i mori që nga një vend dhe i shpuri, ose mekanizmin që i mori që nga një vend dhe i shpuri deri në Ballkan. Do me thënë, kemi një lidhje këtu, ajo nuk erdhi bosh, ajo nuk erdhi, si të thuash, e dërgoi njëri brenda natës, to janë shekuj lidhjesh midis kulturave. Dhe kjo nuk trajtohet shumë në median shqiptare, por megjithatë them se kultura persiane ka lënë një gjurmë të pashoqe në historinë botërore. Kuptohet, nuk mund të lidhim iranianët e sotëm drejt për së drejti me persianët e 3.000-4.000 vjet kaluar, por sido që të jetë, në mendimin persian, iranian, vazhdon të gjendet fuqimisht mendimi antik. Dhe unë kam parë disa dokumentar dhe një film iranian, të cilët kanë një botë kuptim shumë të thellë dhe mund të them që janë shumë objektiv dhe japin informacion shumë të detajuar mbi një shoqëri, pavarësisht stadeve në të cilat ndodhet ajo.
Tani, siç e thash, unë nuk jam njohës i mirë i historisë së Iranit, por çfarë shikoj unë? Unë kam bërë një listë të vogël, të cilën kur ta mbaroj do të jetë rada juar ta shpjegoni. Unë çfarë shikoj nga situata e sotme e Iranit? Unë shikoj krizë të thellë financiare, unë shikoj krizë politike të nxitur si nga jashtë si nga brenda, unë shikoj revolta, qofshin dhe këto të manipuluara, unë shikoj kushte gjeopolitike të cilat janë të gjitha në kundërshtim ose rrezikojnë ekzistencën e shtetit iranian siç e njohim sot. Ku shkojmë që nga ky moment? Sakt. Tani, kjo dalë pak te puna e historisë që po përmendje. Po, Iranianët, për ata që na ndjekin, domethënë, janë një nga qytetrimet më të lashta, domethënë një nga, domethënë unë si lektori historisë që jam, kur i mësoj studentët për qytetrimet më të lashta, duke filluar që me qytetrimin e Medesit, dhe i cili ndërlidhet me atë që njihet si Mesopotami, apo qytetrimin e Babilonisë, i cili do zhvillohet në atë që është sot Irak, dhe me mbretërinë e Medianit apo e Medesit, të cilët do të rrëzojnë asirianët, dhe më pas me perandorinë masive që do themelojnë persët me Akimenidët, perandori e cila më pas do të shkatrohet apo do të pushtohet nga Aleksandri i Madh Maqedoni, dhe me perandorinë që do vi më mbrapa, perandorinë e partëve, e cila më pas do zëvendësohet nga perandoria Sasanide, perandori e cila do zgjasë nga shekulli III deri në vitin 651, kur arabët të inspiruar nga Islami do ta pushtojnë perandorinë Sasanide dhe do ta kthejnë pjesë të qytetrimit islam. Irani ka qenë shumë i rëndësishëm si në historinë e botës antike para islamike, por më pas me pushtimin nga arabët dhe islamizimin e persëve, persët do të kthehen në popullin kryesor, i cili edhe do të kodifikojë islamin. Islamin që njohim neve sot, në qofse në historinë e krishtërimit kemi Justinianin e Madh, i cili do ta kodifikojë ligjet e perandorisë bizantine, apo kemi Konstantinin, i cili me ediktin e Milanit do ta pranoi krishtërimin dhe pastaj me Këshillin e Nikeas do të vendosi bazat e krishtërimit trinitar perëndimor. Në rastin e Islamit janë persët ata që do ta kodifikojnë Islamin, ndërsa arabët do t'i pushtojnë persët me rënien e perandorisë apo e kalifatit Umayyad, kur abasidët do të vinë në pushtet, ta që ishin niprat e profetit Muhammed, abasidët, do sundojnë vetëm në emër, se faktikisht ata që do ta sundojnë perandorinë abaside do të jenë arabët, do të jenë persët apo iranianët, që nga shekulli i 8 apo i 9 më saktë, deri kur mongolët do të marrin Bagdadin, ai oborri abasidëve do të jetë obor pers.
edhe shumë fjalë që ne i kemi sot në islam, që nga namazë, abdes, xhami e tjerë, janë fjalë që do vinë nga persët. Persët në islam do të jenë pak a shumë sikur shëmpali në krishtërim. Librat e hadithit që kanë muslimanët, më thënë, librat e hadithit janë pak a shumë sikur ungjillt. Ungjilli sipas Markut, Mateut, Lukës edhe Gjonit, ku tregohet historia e Jezusit. Dhe këto libra të hadithave që do tregojnë historinë e profetit Muhammed, do të shkruhen nga persët, njerëz që nga Tirmidhi, Buhari, Muslimi, Ibn Majah, dhe ata që do ta kodifikojnë islamin, sikur fjala bie në krishtërim, you have Shën Afanasin, në islam do të jenë imam sikur Ebu Hanifa, të cilët do ta kodifikojnë islamin, rregullat e islamit. Edhe faktikisht libri i parë që do shkruhet në islam pas Kuranit, që është Sira al-Rasul apo historia e profetit nga Ibn Ishaku, do të shkruhet nga një ish i krishter pers, i konvertuar në islam. Babai i tij ishte i krishter, i cili do të shkruajë edhe librin e parë historik mbi jetën e profetit Muhammed. Pra persët do të luajnë një rol shumë të jashtëzakonshëm, po ndërsa nga shekulli 9 deri në shekullin e 15 persët janë suni, me pushtimin që do të ndodhi nga turqit e Azerbajxhanit, Irani do të konvertohet në shiit nga shekulli 16 edhe deri më mbrapa. Dhe me konvertimin e Iranit në shiit, ky Iran që ishte qendra persik, se termi Iran është shpikje, termin Iran do ta shpiki Reza Pahlavi, që është gjyshi i këtij princi që amerikanët duan ta sjellin në pushtet, i cili në vitin 1935 i influencuar nga ideologjia naziste dhe arianiste e Hitlerit, do t'ia ndroi emrin shtetit të Safavidëve, që quhej Fars në Iran, dhe termi Iran vjen nga Aryan apo Arian, sepse çfarë do të ndodhi në Iran në shekullin e 20 pas luftës së parë botërore, ashtu sikur në Shqipëri që do shpiken këto mitet e iliro pellazgianizmit, ku njerëzve me emra Sheh Dervish, Mustafa, Hasan e Hussein, apo Afanasi, apo Petro, apo Anastasi, do t'i thonë që ju nuk jeni më bizantin edhe otoman, por jeni iliro pellaz. Pra, i njëjti proces trushplarje që do të ndodhi në Shqipëri, apo i njëjti që do ndodhi edhe në Turqi, ku në diktaturën e Ataturkut, myslimani i Maqedonisë, i manastirit Mustafa Kemal do ta quajë veten e tij Ataturk, dhe edhe pse ishte i bardh edhe sy larush, që ndoshta tregon origjinën e tij bullgare nga Maqedonia, në Turqi do ta shpalli veten atin e turqëve, dhe turqit nga një përzierje grupesh të ndryshme etnike, që nga Jurukët, Turkomanët, Grekët, Arnautët, Serbët, Bosnjakët, musliman, do të shkrihen të gjithë dhe do të krijojnë një identitet falso, që është identiteti turk, identitet që do shpiket. E njëjta gjë do ndodhi edhe në Iran. Dhe por të kthehemi në fjalët që ju përmendët, që fjalët e shumta që ka Shqipja, dhe se si erdhën iranianët në Shqipëri,
faktikisht ne dim që nga Herodoti, domethënë kontaktet e Persëve me Helenët, domethënë qytetërimi pers ishte fqinj i Helenëve. Luftrat heleniko-persiane që na i tregon Herodoti, tregon që persat kanë qenë aty, kanë qenë në Anatoli, në anën përtej, sikur quhet, në Anadol. Dhe që nga historia e Maratonomakut e tjerë, të gjitha janë dëshmi të këtyre shkëmbimeve kulturore ndërmjet Persisë dhe Mesdheut. Por në kohën e Osmanëve çfarë ndodhi? Është që janë disa faktorë që ndikuan shumë në hapjen e kulturës perse në Ballkan. E para, sikur tregon edhe Qerembej Vlora, këto vilajetet perëndimore osmane, Janina, Shkodra e tjerë, konsideroheshin si vilajetet më të pasura osmane, nga që këto ishin në kufi me Evropën dhe tregtia që bëhej kalonte nëpërmjet këtyre vilajeteve. Dhe gjendja ekonomike ishte shumë herë më e mirë këtu se sa fjala bie në Anadol. E dyta është që duke qenë që Irani është shumë i madh, Perandoria Osmane, e cila ishte në kufit e perëndimit, dhe që ishte edhe në Evropë, ishte edhe më e pasur, historikisht kemi patur njerëz që kanë ardhur nga Persia nëpërmjet Anadolit, dhe shumë prej tyre janë ngulur në Ballkan me ekspansionin e Osmanëve. Vetë historia e jeniçerëve, të cilët do themelohen si urdhër nga Haxhi Veli Bektashi, i cili do vi nga Khorasani, tregon ardhjen e persianëve dhe ne kemi shumë dokumentar janë bërë në Shqipëri e tjerë, por familje shqiptare që deri sot e kësaj dite, familje me mbiemër Turdiu, Shehu, Harasani e tjerë që janë krenar për origjinën e tyre iraniane, perse. Dhe pastaj një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur bektashizmi, ku kultura bektashiane është një derivat i shiizmit iranian. Edhe nëse ke vënë re Petro, nëse ke parë ndonjëherë ceremoni fetare iraniane, kur ata mbajnë zi, apo sigur e quajnë bektashin matem për Imam Husseinin, iranianët kur qajnë i bien gjoksit kështu. Ama nëse ke parë vajet e grave labe, nëse ke parë ndonjëherë ke rastisur, apo mund të ketë edhe video, megjithëse këto janë zhdukur tani, në Labëri, në Mallakastër, ka qenë traditë vaj, dhe kur të vdiste dikush, duhej që gratë e fisit të mbanin vaj, edhe po mos mbanin vaj, quhej sikur nuk ja kishin bërë nderin të vdekurit. Edhe i shohësh nga ana antropologjike vajin e lebërve, ai është thjesht një vaj që shiitët mbajnë në xhamitë e tyre kur qajnë për Imam Husseinin dhe Aliun dhe betejën e Qerbelas. Pra ka patur një krurje masive perse në Ballkan, dhe duhet kujtojmë edhe që ata që në Shqipëri mbajnë si rilindas, që nga Samiu, Naimi e tjerë, apo edhe mësuesi Naim Frashërit, Dalip Frashëri, ata kanë shkruar në persisht, sepse në perandorinë osmane, persishtja është sikur është anglishtja, në perëndim sot, ishte lingua franca. Dhe edhe po të shohësh edhe titut që kanë patur sultanët osman, që nga sultan, padishah, devlet, vezir, gjitha janë persisht. Se po ta shohësh për shembull gjuhën osmane, gjuha osmane është thjesht një dialekt pers. Është e ndryshme turqishtja moderne sot, shumë e ndryshme nga persishtja. Dhe unë e kam parë kur jetoja në Shqipëri që shumë iranian, në kohën kur lejoheshin iranianët që të rinë në Shqipëri, shkonin fjala bie te xhamia e Tembeut, apo shkonin në xhamitë e Prizrenit, edhe arrinin
dhe lexonin çfarë ishte shkruar, se po të shohë shumë varre që kemi ne në Shqipëri para 100 vitesh e kusur, janë të shkruar në osmanisht, por turqit nuk e lexojnë dot osmanishtën, se Ataturku e ndaloi atë gjuhë, por persianët ata lexojnë, se është e njëjta gjuhë me ata. Kjo ishte pak a shumë një hyrje historike, Petro, se u zjata, edhe nuk po merrem pastaj me fjalët shqipo-persiane, por domethënë shumë po të shohësh mbiemrat e shqiptarëve, se po shikoja një ditë pata një emision aty te ky Ylli Rakipi, më duket folën për Iranin. Edhe kur mbaroi biseda, po shikoja emrat e montazhierëve, e gazetarëve që bënin emisionin. Edhe mbiemrat ishin Sheshi, Shehu, Kashari, domethënë janë gjithë persisht. Shehu domethënë është dervishi, Sheshi do thotë gjashta, Kashari i thon djathit Kaçkavall. Domethënë iranianizimi i Ballkanit Perëndimor dhe i shqiptarëve është shumë i thellë, është që nga ajo që përmendet ti nga emri Tiranë, që në persisht ka disa kuptime, njërës i thon shigjetës, tjetër i thon prehut të thikës. Pastaj kemi emra, domethënë të shikosh sidomos toponominë e Shqipërisë mesme, Ysberisht, Yrshak, Kashar, janë gjitha osmanisht, persisht. Domethënë tregon ndikimin e kulturës iraniane te shqiptarët. Por çfarë do ndodhi është që ky shekulli 20, i cili do të jetë një shekull shkatërrimtar për shumicën e botës, edhe sidomos pas luftës parë botërore, do të krijojë kriza masive në botën myslimane, dhe këto do vinë nga ky procesi shekularizimit që po përmendja më herët, ku njerëzit do të detyrohen që të braktisin gjuhët e tyre, kulturat e tyre, për të krijuar të modernitetin që do sjellë perëndimi. E njëjta gjë do ndodhi edhe në Iran, duke filluar që me diktatorin Reza Pahlavi, i cili do marri pushtetin në 1925, nëse s'jam gabim, me mbështetjen e britanikëve, duke rrëzuar shahun e fundit të dinastisë së Kaxharëve, dhe më pas ky që ishte një kapter i ushtrisë ruse më herët, më pas ky do ta shpalli veten e tij shahun e ri të Iranit, dhe kështu do të themelohet dinastia e Pahlavëve. Ky shah, Reza Pahlavi, do të qëndrojë në pushtet, nëse s'jam gabim, deri në vitin 1941, kur pasi të nisi lufta botërore, britanikët do ta rrëzojnë nga pushteti, nga që ky ishte filo-gjerman, dhe në vend të tij do të sjellin djalin e tij, Muhamed Reza Pahlavin. Por Muhamed Reza, i cili do të rritet i influencuar nga idetë e arianizmit nazist dhe nga orientalizmi britanik, kur të marri pushtetin, do të vazhdojë reformat e babës vet, se baba vet do të nisi reforma që ta deislamizojë Iranin, do konfiskoj shumë vakëfe, medrese e tjerë, dhe kur të vi Muhamed Reza, ai do të ndjeki politikat që ndjek edhe Ataturku në Turqi. Këto politika e para sulmojnë grupet e ndryshme etnike, se ndërsa ne flasim për Iranin, zakonisht ne kemi parasysh persët, por persët nuk janë i vetmi popull që jeton në Iran. Persët mund të jenë diku te 50% e popullatës, pastaj minoriteti më i madh janë turq azer, edhe pastaj ka edhe popull të tjerë që jetojnë aty, sikur arab, baluç, kurd, Lorestanas, Gorganas, Turkmen e tjerë. Çfarë do ndodhi në Iran? Duke filluar me Reza Pahlamin, i cili për vete ishte turk, por që do ta shpalli veten e tij Shahin Shah, dhe me Muhamed Rezën, që familja e Pahlavëve ata janë turq azer, nuk janë pers. Por këta do të adoptojnë këtë mitin e islamit para islamik,
Piles në qofë se i ke parë këto fjalimet e këtij Reza Pahlavi që Amerikanët duan sjellin pushtet tani, thotë që unë kur të vi në pushtet do të sjell epokën e Cyrus-it e tjerë e tjerë. Se çfarë do të bëjnë këta, do bëjnë atë që bën Ataturku në Turqi. Domethënë këta do t'i largohen Islamit dhe do shpikin një identitet të ri. Pak a shumë atë që bëri Zogu. Që Zogu luftoi Islamin dhe ortodoksin dhe shpiku këtë iliro pellazgianizmin. Po këto lloj reformash do të shkaktojnë reakcion në grupet fetare, të cilat do të bashkohen përreth klerit shit, i cili në 1979 do të bëjë edhe revolucionin islamik të Iranit, ku do ta përmbysin Muhammed Reza Pahlavi nga pushteti dhe themelojnë Republikën Islamike. Tani Irani është si puna e perandorisë osmane, ku në perandorinë osmane, ndërsa sultani pretendonte që ishte turk, por nuk ishte turk, kemi bërë biseda tjera, më thënë gjenetikisht ata ishin evropian të barë, por gjëja që e mbante të unifikuar perandorinë osmane ishte Islami, se grupet sikur kurdët, bosnjakët, arabët, shqiptarët, turqit e tjerë, gjëja që i bashkonte këta njerëz ishte Islami dhe miti i kalifit Osman. Ama që ndodhi është në perandorinë osmane me ardhin e xhonturqëve, të cilët nisën politika shekularizuese dhe fashiste turke, që nisën masakrat kundër grekëve, armenëve e gjithë minoriteteve tjera, dhe dhunën kundër grupeve të tjera muslimane, sikur shqiptarëve, arabëve e tjerë, që do të çojnë në shkatrimin e perandorisë osmane, e unitetit. Kurse në Iran, me ardhjen e Khomeinit në pushtet, shiizmi është sjell përsëri si një identitet shumë i rëndësishëm për iranianët, nga që këto grupet e ndryshme etnike, qofshin ata Lorestanas, qofshin arab, qofshin azer, qofshin pers e tjerë, fakti që ata i bashkon është identiteti musliman. Se për te identitetit musliman, ata janë kombe të ndryshme. Sepse Irani është sikur bashkimi evropian, është një perandori. Është përmbledhje e grupesh etnike të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me kultura të ndryshme. Dhe gjëja e vetme që i bashkon ata është Islami. Por çka ka ndodhur është që prej revolucionit islamik të 1979-s, amerikanët që në atë kohë e toleruan Khomeinin dhe e lanë atë edhe francezët që të pehej në Iran, nga që në atë kohë ishte frika e bashkimit sovjetik dhe e komunizmit, se domethënë revolucioni kundër shahut dhe urrejtja ishte aq e madhe, sa që perëndimi ishte përballë dy dilemash. Një, ose Irani do kthehej në Republikë Sovjetike, ose dy, Irani do lejohej që të kthehej në një Republikë Islamike, ku amerikanët do e përdorin Islamin sikur e përdorin edhe në Afganistan me mujahidinët kundër Bashkimit Sovjetik. Por ç'a ndodhi është që me rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe për më tepër gjatë presidencës së Bushit të dytë, pas 11 shtatorit dhe deklarimit të luftës kundër terrorizmit, Irani do kthehet në vend armik për perëndimin, nëse ke parë atë videon, deklaratën e generalit Wesley Clark, i cili tregon që pas 11 shtatorit, kur ai shkon në Shtëpinë e Bardhë, i thonë që qeveria amerikane ka vendosur që do bëj luftë kundër 7 vendeve në 5 vite, dhe këto 7 vende ishin Afganistani, Iraku, Siria, Sudani, Somalia, Jemeni dhe në fund Irani. Dhe ky lobi zionist që kontrollon Amerikën pas rënies së Bashkimit Sovjetik do ta demonizojë Iranin, dhe sidomos që nga koha e George Bushit
Irani do të futet në sanksione të tmerrshme, sanksione të cilat do sjellin atë që ju përmendët më herët, që në Iran sot ka krizë financiare, krizë politike, ka revolta dhe janë kushtet gjeopolitike që rrezikojnë ekzistencën e Iranit. Dhe nëse marrim analizën e Marksit për kushtet që duhen për të bërë një revolucion dhe përmbysur regjimin në Iran, këto kushte përmbushen, sepse fillimisht është kriza ekonomike. Për shembull, shqiptarët, kur ne e rrëzuam komunizmin në vitin 91, e rrëzuam se ishin pa bukë, se njerëzit ishin me tollona, u bë krizë buke, etj. Se nëse regjimi komunist do të ishte ekonomikisht i mirë në Shqipëri, shqiptarët nuk do bënin atë që bën kundër komunizmit. Se ndryshe nga çdo propaganda perëndimore, por edhe kjo shqiptaristja në pas viteve 90 që ne u çuam se donim Shqipërinë demokratike me pederaste si gjithë Evropa, këto janë pralla me mbret. Arsye pse shqiptarët u rebeluan kundër regjimit në vitin 1991 ishte ekonomia. Në Arabi Saudite ti nuk ke demokraci, është diktaturë totalitare. Në Katar nuk ke demokraci, në Azerbajxhan, në Emiratet Arabe, kudo që të shkosh, nuk ke ato që propagandon perëndimi. Por për sa kohë që njerëzit janë mirë ekonomikisht, ata nuk kanë arsye që të rebelohen kundër regjimit. Ndërsa amerikanët dhe izraelitët çfarë kanë bërë kundër Iranit në këto vitet e fundit, është e para e kanë shkatruar vendin nga ana ekonomike. Përpara disa javësh po flisja me një koleg që jep mësim në Iran dhe më pyeti sa paguhen lektorët apo profesorët në universitetet e Malajzisë etj. Dhe i tregova shumën. Kurse në Iran një profesor universitar merr $200 në muaj. Dhe është kjo varfërimi i tejskajshëm, ai cili e ka polarizuar shoqërinë iraniane, ku këtu për shembull në Kuala Lumpur un kam takuar shumë iranian që ta iranianët që janë këtu nuk janë sikur iranianët e Torontos që i kam takuar edhe unë kur isha aty. Iranianët e Torontos, por edhe të New Yorkut janë pjesë e asaj diaspore iraniane që lanë vendin shumica pas revolucionit islamik. Ishin mbështetësit e shahut dhe ata janë shumë të indoktrinuar ideologjikisht kundër Republikës Islamike. Kurse këtu për shembull në Malajzi ka shumë që vinë që kanë ardhur tani mbrapa dhe ka prej atyre që janë djem hoxhallarësh, janë fëmijë persona që punojnë në administratën e Republikës Islamike, por që vinë këtu për arsye ekonomike dhe kur flet me ata shqetësimin kryesor se e kanë lënë Iranin është ekonomia, vinë këtu bëjnë çfarë do lloj pune, nga që sasia e dollarëve që ata marrin këtu nuk marrin dot në Iran. Dhe e dyta, nëse do kthehemi sërish te filozofia e Marksit për të bërë një revolucion, judeo-amerikanët në këto 5 dekada të fundit që prej revolucionit islamik kanë krijuar një ideologji alternative nga ideologjia e Republikës Islamike, e cila e portretizon veten e saj si revolucionare, anti-imperialiste, independente dhe për më tepër si kampione e islamit botëror. Por çka ka ndodhur është që judeo-amerikanët nëpërmjet këtyre diasporës iraniane kanë krijuar një ideologji tjetër, ideologji e cila është shumë armiqësore me islamin dhe akuzon islamin si fajtor për vuajtjen e iranianëve. Por për mendimin tim nuk është islami fajtori, por fajtori është lufta e organizuar që bën perandoria amerikane, perandori e cila në Irak
rrëzoi një regjim shekullar, sigurisht ai i Saddam Huseinit, që rrëzoi një regjim shekullar, sigurisht ai i Sirisë Bashar al-Assadit, dhe tani po targeton një regjim islamik sikur është ai i Ayatollah Khamenei. Por ky pretendimi i perëndimit dhe amerikanëve që në Iran nuk ka demokraci, njerëzit nuk kanë liri e gratë veshin shami, janë pralla me mbret. Sepse ti shikon vende ku ke diktatura absolute sikur Arabia Saudite, sikur Bahreini, Emiratet Arabe, ku njerëzit nuk kanë asnjë lloj drejte, që nuk ka kështu lloj propagande në perëndim, pse arsyeja është e thjeshtë, nga që këto janë regjime quislinge ndaj Amerikës dhe Izraelit. Ma bëj halal se u zjata pak shumë, ndoshta dua që dëgjoj në pikpamjet e tua për ato që po thoja. Olsi, kjo është një temë që mund të vazhdoj muajt e tërë, bile vite të tëra diskutimi, por unë do të kthehem në realiteti. Këtë radhë Irani ja hodhi. Do me thënë, përpjekja për të rrëzuar qeverinë iraniane u konsumua. Dhe për mendimin tim nuk do të ketë luftë, sepse është një fenomen shumë i kushtueshëm të cilën Amerika nuk mund ta përballojë dot për momentin, dhe besoj se e ardhmja e Iranit do të kalojë në revolta të ripërsëritura disa vite më vonë nga sot. Për momentin Irani ja hodhi, me sa kuptoj unë ishte ndihma e rusëve, të cilët luajtën një lojë shumë inteligjente, sidomos me përdorimin e Starlinkut, kur qeveria iraniane bllokoi internetin, i vetmi mjet komunikimi ishte Starlink, dhe që Starlink të bëhej i përdorueshëm, duheshin pajisjet të ishin në përdorim, që të bëhej komunikimi midis satelitëve dhe personave që do të merrnin dhe do të shpërndanin informacion. Pikërisht këtu tregua shkaftësia e zbulimit iranian, siç e thash, të ndihmuar nga rusët me disa satelitë që ata kishin hedhur kohët e fundit në hapësirë për të ndihmuar Iranin, pra ishin satelitë iranian. Kështu që zbulimi iranian kuptoi pjesën ndërmuese të komunikimit të disa pajisjeve që numrat të arrinë mbi 4000 pajisje të tilla të shpërndara në Iran. Pra, qeveria iraniane ka arrestuar mbase mira veta tani, të cilët do të krijen lart e poshtë, do t'ju nxirren të tëra morrat, siç i thonë në gjuhën shqipe. Për momentin unë nuk shikoj ndonjë rrezikshmëri të madhe, ndonjë lufte, por me sa kuptoj unë dhe si e shikoj unë, shteti iranian jeton në një të kaluar që i ka kaluar koha. Për mendimin tim nuk mund të vazhdojë të ekzistojë ky lloj sistemi në Iran, sepse ka krijuar shumë armiq, si me të drejtë apo pa drejtë, si brenda vendit, si jashtë vendit. Kështu që rreziku i ripërsëritjes revoltave qëndron. Si Irani, si Izraeli janë të hapur e të sinqertë në thonjza për objektivat e tyre që kanë. Do me thënë, Izraeli do ta shkatrojë Iranin, Irani do ta shkatrojë Izraelin. Kto janë të sinqerta, të shprehura botërisht. Çfarë fitohet nga ky qëndrim i Iranit, mosnjohja e Izraelit? Si ta kuptoj unë këtë? Ku do të dalë ky qëndrim ekstrem i Iranit, kur pjesa dërmuese e botës e njeh shtetin e Izraelit dhe e njohin fuqitë e mëdha, e njeh Rusia, e njeh Kina, e njeh Amerika, e njeh Bashkimi Evropian, e njohin të gjithë faktorët ndërkombëtar, ekonomik, politik që mund të vendosin si do të rrjedhë historia e njerëzimit. Në fund të fundit, do ekzistojë apo jo njerëzimi. Tani dalin disa shtete
si puna e Iranit, dhe thonë jo, Izraeli nuk duhet të ekzistojë. Çfarë do të ndodhte nëse Irani ulet në tavolinë dhe thotë, ok, ky është realiteti, ne duam ta adoptojmë dhe të ndryshojmë në njërin apo në tjetër formë këtë realitet nëpërmjet një rruge të mesme dhe jo rrugës së armëve. Cili do të ishte qëndrimi realist, qoftë Iranit, qoftë i përkrahësve të Iranit në këtë pikë? Sepse unë këtu e shikoj pikën, nëse Irani njeh Izraelin dhe fillon të tërheqë, në fund të fundit tash kjo po përshkruhet si një luftë politike, si një luftë fetare, të cilën unë nuk e shikoj fare si luftë fetare, fare, mund të ketë një paraqitje nga jashtë, jo fetare, jo zioniste, më the tash, në fund të fundit për mua janë interesat e mëdha të kapitalit perëndimor, kryesisht amerikan, në mesdhet. Për mua Izraeli nuk do të ekzistonte pa ndihmën e shtetit amerikan as edhe një vit. Domethënë, nëse ne heqim përkrahjen amerikane përkundrejt Izraelit, Izraeli është i falimentuar, është i mbaruar. Domethënë, nëse heqim përkrahjen dhe të Anglisë dhe të Francës, nuk mund të ekzistojë. Atëherë pse Irani kërkon, domethënë, të luftojë kundër një aleance kaq të fuqishme siç është Amerika, Franca, Anglia, Bashkimi Evropian? E para, unë nuk mendoj që ka të bëjë me mosnjohjen e Izraelit nga Irani. Izraeli nuk e njeh edhe Indonezia, nuk e njeh edhe Malajzia, nuk e njeh edhe Algjeria, nuk e njeh edhe Iraku, nuk e njohin shumë vende. Nuk ka të bëjë me njohjen apo mosnjohjen. Por puna është këtu që iranianët janë ulur me amerikanët dhe janë gjithmonë të hapur që të bëjmë bisedime dhe që të arrihet një farë koekzistence. Sigur ju e thatë, Izraeli tani më është një realitet dhe përpjekjet e popujve mysliman që nga Shqipëria e Enver Hoxhës, ku mbështeteshin palestinezët, te Egjipti Gamel Abdel Nasserit edhe Siria e Hafez al-Assadit, që mbështesnin luftën për liri të palestinezëve, janë mundur të gjitha. Për persona që njohin historinë e Benjamin Netanyahu dhe babait i Benzion Milejkovskit, ta kanë qenë shumë të suksesshëm në përpjekjet e tyre për shkatrimin e Bashkimit Sovjetik, së bashku me amerikanët dhe më pas për shkatrimin e të gjitha atyre vendeve arabe, nga Iraku deri te Libia dhe Siria, që kanë mbështetur palestinezët. Çdo vend islamik që ka mbështetur palestinezët, udhëheqësit e tyre që nga viti 1991 me luftën e parë kundër Irakut, deri me rrëzimin e Asadit në 2024, të gjithë udhëheqësit musliman ose janë vrarë ose janë dëbuar nga Aleanca Judeo-Amerikane. Problemi me Iranin dhe Izraelin dhe Amerikën është se Irani nuk pranon që të braktisë çështjen palestineze. Përpara shumë vite që isha në Iran me një grup gazetarësh nga Shqipëria, një zyrtar i lartë neve na tha, shive tha, ne për ditë na lusin amerikanët. Na thonë që jemi të gatshëm të bëjmë çfarë do lloj gjëje, vetëm ju mos mbështesni më Hamasin edhe Hizbullahin. Por Irani e shikon këtë, ashtu sikur e shikon edhe Amerika. Domethënë Amerika shikon Izraelin, ka evangelistët e krishterë e shikojnë Izraelin si vendi biblik i zgjedhur nga Perëndia, që ne duhet ta ndihmojmë patjetër që të triumfojmë mbi Islamin dhe mbi arabët. Ashtu sikur evangelizmi zionist e shikon Izraelin, në të njëjtën mënyrë Irani e shikon Palestinën. Domethënë në profecitë islamike që iranianët besojnë, ata besojnë që përpara fundit të botës, çifutët do të mblidhen nga gjithë bota, me gjithë atë që në Islam quhet si Dejjal, apo që në krishtërim njihet si Antikrishti, dhe nga Izraeli do bëjë masakra dhe sundoj botën. Dhe ashtu sikur fjala bie kisha ortodokse ruse,
e shikon Izraelin pak a shumë si pararendësi i antikrishtit, bile paktën me shumë klerik ortodoks që unë kam folur, sidomos rus, ata besojnë që përpara fundit të kohës Rusia do shliroj Jeruzalemin nga judejnë, të njëjtën besim kanë edhe iranianët. Domethënë ata besojnë që e kanë detyrën e tyre fetare që të shpëtojnë palestinezët, por problemi më i madh ka të bëjë me xhamin Aksa. Sepse Izraeli apo udhëheqësia që sot sundon Izraelin, ata besojnë që është detyrë e tyre biblike që ta shkatrojnë xhamin Aksa dhe në vend të saj të ndërtojnë tempullin e Sholomonit, sepse ata besojnë që vetëm në këtë mënyrë Perëndia do t'i falë judejnë. Dhe problemi është xhami Aksa, prandaj Irani lufton. Dhe po shikosh edhe filozofin e Izraelit, i cili ka qenë shumë i suksesshëm, Izraeli pse e shkatroi Libin, pse e shkatroi Sirin, pse e shkatroi Irakun? Në luftën e fundit shkatroi Hamasin edhe Hizbullahin, sepse udhëheqësia sioniste që sot sundon Izraelin e ka shumë mirë parasysh që ajo në qoftë se nuk e shkatrojnë këto vendet islamike që janë përreth, nuk do ketë mundësi që të shkatrojë xhamin Aksa. Përpara vitit 2003, Irani kishte ndërtuar atë që izraelitët quajnë rrethi i zjarrit, ku milicit sikur Hamasi me Hizbullahin kishin aq shumë raketa, sa që kurdo që zyrtarët izraelit hynin në xhamin Aksa dhe dhunonin atë, Hamasi kundërpërgjigje duke goditur me raketa. Dhe Izraeli, duke i shkatruar këto milicit islamike, sikur shkatroi më herët edhe këto vendet arabe, beson që akti i final është përmbysja e Republikës Islamike të Iranit. Se dëgjoj, Irani është i gatshëm që të bëjë paqe me Amerikën. Irani biles edhe përpara se të niste lufta e qershorit 2025, iranianët ishin bisedime me amerikanët, i thanë, "Ok, hajde të bëjmë paqe, e pranojmë që Hamasi u mund, Hizbullahi është shkatruar, hajde arrim paqe." Por ishte Netanyahu ai i cili në kohën kur administrata e Trumpit ishte në bisedime që në mënyrë të papritur nisi bombardimin e Iranit, se për Netanyahun, edhe në qoftë se arrihet një paqe ndërmjet Iranit dhe Amerikës, ai e di që në momentin që izraelitët do bombardojnë dhe shkatrojnë xhamin Aksa, Irani do kundërpërgjigjet me raketa. Ky është problemi. Prandaj ata duan që ta shkatrojnë Iranin në mënyrë që mos ngjelet më asnjë fuqi ushtarake rajonale e cila do t'i ndihmojë çifutët, jo vetëm që të bëjnë atë që bën në Gaza, që bën gjenocid, që vran mbi 100.000 veta dhe gjymtuan ndoshta gjysmë milioni njerëz, por që të lejohen që të shkatrojnë xhamin Aksa. Po problemi është që në teologjinë e Islamit, xhamia Aksa është kibla apo është qabeja e parë e muslimanëve, dhe për ata ta shkatrosh të xhami është vije kuqe. Piles, nëse dalim te puna e protestave në Iran, nëse i kanë ndjekur protestat nisën që datën 27 dhjetor. Dhe qeveria iraniane nuk bën asgjë. Por në datën 8 janar, pothuajse 2 javë pasi nisën protestat, u sulmuan disa xhami dhe u dogjën. Dhe kjo ishte ajo vija e kuqe që detyroi Khamenei që të urdhëroi policinë dhe organet e sigurisë që të shtypin protestuesit. Nga që por iranianët janë disa vija të kuqe dhe xhamia Aksa është diçka shumë sensitive për muslimanët. Dhe kjo është arsyeja pse bën udhëheqjen e sotme të Iranit që të vazhdoj që të rezistoj, se po mos ta bëj këtë gjë, atëherë i bie që ata nuk kanë më legjitimitet në botën muslimane. Po. Okej. Tani unë bie plotësisht dakord.
Domethënë Izraeli, kushdo qoftë në pushtet, do të bëjë çmos që të shtrirë ndikimin e shtetit Izrael dhe të sigurojë për të ardhmen një hapësirë që mos jetë e rrezikshme për Izrael. Kjo Po, nuk ka ndodhur vetëm me shtetin e Izraelit, kjo ka ndodhur në historinë e botës ku ne jetojmë me dhjetra ose me qindra herë. Kështu që kjo mua nuk më çudit, as fjala gjenocid, as vrasja e njërës palë kundër palës tjetër. Kjo është bota ose natyra e njerëzve. Puna është si ta bëjmë shoqërinë, shtetin ose popullatën që kemi nën kontroll, të themi, që ti mbijetojë momenteve kritike siç është bota sot. Në qoftë se unë jam i vogël, unë e numëroj po them një shprehje angleze, domethënë e cila thot pak a shumë kështu që përpara se të fillosh të zihesh me një person, numëro deri në 10. Por në qoftë se personi është më i madh dhe më i fuqishëm se ty, numëro deri në 100. Tani, përdorimi i terminologjisë apo ideologjive fetare e humbet forcën në fushën e betejës. Në fund të fundit, njeriu nuk është një shpirt që të mendohet përpara se të vrasë. Shpeshherë njeriu bëhet më kafshë se kafsha dhe do vrasi jo vetëm për nevojat e momentit, por për të siguruar një hapësirë të qetë edhe pas këtij momenti. Dua të them që bën masakra, vret, shkatron, ndjek, rrafshon. Kjo është historia ku ne jetojmë. Tani unë nuk mund të them që shikoj ata po marrin xhamin në Aksa dhe unë nuk e njoh të drejtën e tyre për ta marrë xhamin në Aksa nëpërmjet luftës. Ka forma të tjera që unë mendoj se ne mund të bëjmë një bisedë tjetër mbi këtë temë, por le të mbetemi në Iran. Cila është e ardhmja e Iranit, nëse Irani e ka vetëm momentalisht të siguruar një lloj qetësie, derisa të sqarohet kjo situatë, derisa të Perëndimi ose Amerika ose Izraeli, le të themi, armiqtë e Iranit të rigrupohen dhe të rifillojnë përsëri formën e revoltave, të cilat Irani nuk do të shpëtojë nga revoltat. Me këtë gjendje ekonomike nuk ka për të shpëtuar. Njerëz të fuqishëm, kot po flas, Soros, zë një emër me që është shumë i përdorshëm. Ata nuk pyesin të shkatrojnë ekonomi të mëdha. Domethënë Sorosi shkatroi ekonominë e Anglisë brenda natës ose të Malazisë ose Indonezisë. Ata nuk pyesin kur kanë puna përfitime, ata shkatrojnë alat e tyre, jo me armiqtë e tyre. Kështu që përgjegjësia e klasës udhëheqëse iraniane, qoftë kjo fetare, kjo jo fetare, duhet të ngrihet në një nivel të njëjtën me situatën botërore. Nuk mund të vazhdojmë më kështu, ose do të shkatrojmë përfundimisht. Nëse ju më tregoni mua një art të Iranit, aty duket qartë që aty ka shumë mundësi për manipulime. Jo fe, jo i këtij dege të islamit apo të degës tjetër, apo gjua, apo tradita historike, ka shumë mundësira për të hedhur benzinë ose si thua lënë djegëse në një zjarr që është ndezur aty prej shumë kohësh. Dhe të themi edhe një gjë, ne po të kthehemi mbrapa në kohë, në vitet 1973, kur bota arabe i vuri embargo e naftës Perëndimit, i vetmi shtet në atë zonë që nuk i vuri embargo botës ishte Irani. Dhe nga viti 1973 për disa muaj, domethënë për 6 muaj që zgjati ajo, Irani bëri biliona dollar fitim, kur të tjerë nuk shitën ata shitën iranian, dhe në atë moment krijoi një shoqëri të zhvilluar qoftë ekonomike për 5-6 vjet, shpërndau para dhe aty lindi rreziku të cilën amerikanët e panë si pozitive, ndërsa rusët nuk e panë si pozitive. Dhe aty revolucioni i vitit 1979 nuk mund të kishte ndodhur pa përkrahjen e Bashkimit Sovjetik. Ky është mendimi im. Pra, fuqitë e mëdha gjithmonë përplasen në këto vendet e vogla. Puna është si do shpëtojnë vendet e vogla ose si do të dalin më me pak humbje nga përplasja e interesave të mëdha. Ky është këndvështrimi im, në fjalë, të bësh luftësh fare kollaj, sidomos kur mundesh, bën fare kollaj se thuaj që shikoj ishte më i madh zemëra.
Ke të drejtë, Petro, por puna është që nëse vëjmë veten në fucët e iranianëve, kush janë opsionet e tyre? Po, Historia ka treguar për shembull që në vitin 2003, dhjetor, kur amerikanët zun Saddam Husseinin dhe më pas e varën, Muammar al-Gaddafi u dorëzua para perëndimit. I tha perëndimorëve, ok, unë tani po dorëzohem, nuk do ndërhy më në punët tuaja të brendshme. Ua dha të gjithë programin e tij nuklear dhe raketor amerikanëve, të cilët ja morën, u çarmatos. Amerikanët e hoqën Libin nga shtet sponsorizues i terrorizmit, por ç'a ndodhi është që 7 vite më mbrapa Gaddafin e vran. po, Gaddafi u bën njeriu që vinte në Paris, vinte në Rom, vinte me ato femrat beduine të tija, hapte tendën në mes Parisit edhe Romës, i bënte leksione për Islamin, sponsorizonte politikanët perëndimor dhe më në fund ata e vran. Gaddafi u dorëzua. Dhe kush është, çfarë do bënim neve po të ishim vend të Ayatollah Khamenei? Gorbaçovi bëri një të gjë. E nisi me Glaznosin dhe me Perestrojkën, edhe ç'a bëri CIA më mbrapa, futi revolta dhe e shkatroi Bashkimin Sovjetik. Dhe jo vetëm që e shkatroi, po u futën oligarkët që fut perëndimor dhe e shkatruan ekonominë e Rusisë dhe i morën Rusisë naftën dhe të gjitha pasuritë që ajo kishte. Do me thënë, unë qëfse do isha Ayatollah Khamenei, do shikoja dy alternativa. Njëri që do ndiqja rrugën e Mikhail Gorbaçovit, që do t'i dorëzohesha perëndimet dhe do bëja çfarë të donte perëndimi. Edhe në kohën e Gorbaçovit amerikanët ndërhyn në Irak, nga që Bashkimi Sovjetik në urdhrat e Gorbaçovit nuk përdori veton kundër ndërhyrjes në Irak. Dhe kush është përfundimi? U shkatrua Bashkimi Sovjetik, u shkatrua Rusia, me miliona njerëz u shkullën nga vendet e bllokut sovjetik dhe përfunduan në Kanada, edhe në Amerikë, edhe në perëndim. Ose Irani ka rrugën tjetër që të ndjekë rrugën e Kinës dhe Koreas së Veriut. U munduan amerikanët që të bënin përmbysje regjimi në Kinë, por edhe në Korenë e Veriut. Të dy këto vende nuk pranuan, vazhduan me rrugën e tyre dhe shihe se ku është Kina sot, por edhe Korea e Veriut. Se sikur fjala bie Khamenei të dorëzohej në një moment, çfarë do i bënin amerikanët? Atë që Trumpi po i bën Venezuelës, që del hapur e thot nafta e Venezuelës është nafta jon, do ta marrim neve, do ta shesim ne, do bëjmë çfarë duam. Edhe vjen edhe ta rrëmben presidentin në mes të natës, vret me qindra njerëz, e thot ky është narkotrafikant, po më mbrapa thot jo, e rrëmbeva unë këtë, se ky nuk na shiste neve naftën. Pra, përveç Xhamis Aksa, Irani ka edhe problemin tjetër të pavarësisë së tij kombëtare. Se nëse ke parë ky Reza Shahu, në një fjalim që mbajti para 2 ditësh, ai thoshte kur të vim neve do sjellim amerikanët, do sjellim kontrollin e pasurive, do hapim burimet tona për botën e tjerë, me pak fjalë. Reza Shahu i thot amerikanëve që unë do bëj për ju atë që bëri Jelcini në Rusi, apo atë që amerikanët po mundohen që të bëjnë tani në Venezuelë, sepse është edhe çështje pavarësie kombëtare. Po të shohësh për shembull në bisedimet që amerikanët bëjnë me iranianët, i thonë atyre jepini fund programit nuklear dhe shkatroni raketat tuaja. Iranianët thonë në asnjë mënyrë. Është e drejta jonë kombëtare që të kemi pavarësinë tonë. Dhe lufta 12 vitore me Izraelin në qershor 2025 tregoi që amerikanët dhe izraelitët u tërhoqën nga lufta me Iranin, nga që e panë që Irani kishte aq shumë fuqi raketore sa t'i bënte Izraelit një dëm shumë të madh. Dhe domethënë për mua iranianët nuk kanë ku të shkojnë. Domethënë kanë dy rrugë, një ose dorëzimi total, dhe
Amerikanët do donin përmbysjen e regjimit, dhe për ata që i kanë lexuar për shembull projektet e qeverisë amerikane në kohën e Bushit parë për të bërë atë që quhej New Middle East, do të thotë ndarja e Iranit. Ajo kryetarja e mujahidinëve që ne kemi në Shqipëri, në Mariam Raxhavi, në planin e saj me 10 pika, një nga pikat është dhënia e autonomisë së gjithë provincave në Iran, që do të thotë ndarja e Iranit, apo kthimi i Iranit pak a shumë sikur është Iraku sot, rrëmbimi i pasurive dhe diktimi i politikave në Iran nga amerikanët. Domethënë kjo është një luftë për jetë a vdekje. Ata kanë dy opsione. Një, rezistencë deri në fund, dy, dorëzim dhe të përfundojnë sikur Rusia në kohën e Boris Jelcinit, apo edhe më keq, sikur Libia pas Muammar al-Gaddafit. Po, pak a shumë bie dakord. Irani ka, edhe me shpjegimin, faleminderit me fjalë, e kuptoj, ka shumë pika që unë bie dakord me shpjegimin që bet. E kuptoj momentin shumë të vështirë me fjalën në të cilën ndodhet klasa drejtuese e Iranit, por megjithatë unë mendoj sepse ka rrugë të tjera të cilat mund ta bëjnë politikën e Iranit akoma më rezultative, qoftë edhe në këtë këndvështrimin për t'ju kundërvënë, domethënë me këmbëngulje politikës kryesisht amerikane, sepse unë Izraelin nuk e konsideroj faktor ndërkombëtar, e konsideroj faktor rajonar. Ky është mendimi im. Pra, në fund të fundit në tavolinë do të ulet Irani me Amerikën. Mund të ketë Amerika një ndikim të madh apo të vogël Izraelit, por në fund të fund ata që do vendosin mbi fatin e Iranit, pak a shumë do të jetë Kina, më fal, vetë Irani dhe Amerika. Faktorët e tjerë, Kina, Rusia e të tjerë janë faktorë ndihmues, po jo vendimtar. Nuk mund ta zgjidhë klasa drejtuese aktuale e Iranit këtë, si të thua, pikpyetje të madhe historike që nesër pas nesër mund ta shkatroj përfundimisht Iranin. U munduan gjatë kohës president Obamës iranianët, arritën atë që u quajt Iran Nuclear Deal, ku Irani ja dorëzoi programin e saj nuklear amerikanëve. Amerikanët hynin, inspektonin, vendosën kamera në të gjitha fabrikat iraniane të prodhimit të uraniumit. Dhe përfundimi ishte sapo Donald Trump erdhi në pushtet në 2017, gjë e parë që ai bëri, tha I'm going to end the Iran nuclear deal, do të jap fund marrëveshjes nukleare me Iranin. Iranianët erdhën në kompromis me perëndimin dhe me amerikanët. Dhe si kundërpërgjigje, amerikanët hoqën shumë nga sanksionet kundër Iranit. Por problemi është që sot amerikanët në presidentin Trump, i cili është degël e Izraelit, ata duan rrëzimin e regjimit, ata nuk duan marrëveshje. Dhe Irani ka dy rrugë. Ose do përfundoj sikur Muammar al-Gaddafi i vrar, i cili pasi ja dorëzoi programin nuklear dhe raketor amerikan dhe ata e zhdukën, ose do të regjistoj si Korea e Veriut. Nuk ka rrugë tjetër. Kjo është fatkeqësia e momentit. Po, tani, duke parë në një këndvështrim më të gjerë, me fjalë botën, as rusët, as kinezët nuk do ta kenë ndonjë problem të madh ta shesin Iranin për interesa më strategjike. Nuk do çuditesh që ata që sot e ndihmojnë klasën aktuale politike iraniane, nesër ta shesin. Të njëjtën gjë mund të ndodhë edhe me amerikanët, domethënë për një interes më të madh gjeopolitik, ata ta lënë Izraelin në mëshirën e fatit. Kjo është historia e botës ku ne jetojmë. Dhe unë përsëri insistoj se nuk mund të ketë në këtë botë një qeveri të mbështetur në një platformë fetare. Edhe në qoftë se është mbështetur në një platformë fetare, është një platformë gënjesht, me fjalë. Unë nuk shikoj lidhje midis besimit fetar dhe klasës
në Arabinë Saudite, klasës udhëheqëse. Ata nuk janë as pak fetarë, ata mund të në pamjen e jashtme kështu mund të duket si një shtet i bazuar në fe, por nuk është, për mendimin tim. Kurse Irani, që është një shoqëri shumë e hapur se Arabia Saudite, nuk e diskutojmë këtë, domethënë. Edhe ajo që thoni ju që aty ka liri, dhe këta unë nuk e diskutoj. Në Iran ka më shumë liri se përpiqet të ta përshkruajnë media jashtme se unë kam folur vetë me iranianë. Domethënë iranianë që janë në kundërshtim me qeverinë aktuale. Domethënë këta kam dëgjuar nga njerëz që kanë jetuar aty dhe kanë emigruar në Amerikë, në Kanada, jo në Amerikë, thonë aty kanë jetuar në Kanada. Dhe unë kam takuar persona në Toronto që ishin kthyer në biznesmen të suksesshëm dhe origjina e parave të tyre ishte Iran. Domethënë qeveria kanadeze ju jepte mundësi atyre të transferonin kapitale që nuk e di unë si kishin bërë. I kishin mbledhur, i kishin bërë me punderme, nuk më intereson më. Unë di që ata kapitalet e tyre kishin ardhur në Toronto dhe ata ishin bërë investitorë, kush kisha për një biznes i cili ishte zmadhuar, kush kishte për një firmë ndërtimi, me kondominio, me investime që. Domethënë, paraja nuk është ndaluar të vijë nga Irani në botën perëndimore. Unë këtë e di. Por kjo tregon një shenjë lirie për mua. Dhe mundësia që personat dalin në greve në Toronto dhe kanë njerëz mbrapa në Iran, më tregon mua një lloj lirie. Se imagjino tash, në kohën që ne kishim diktaturë, të dilte dikush në një qytet perëndimor, në Amerikë, në Evropë, me parulla kundër qeverisë së Enverit, dhe Enveri të linte pa trazua familjet e tyre në Shqipëri. Domethënë diçka e papranueshme, jo vetëm për Enverin, po për ne si njerëz të thjeshtë do të thëshim merre varre atë njeri sepse kushëri i tij parë ngriti flamurin kundër socializmit, kundër komunizmit. Domethënë nuk ka nevojë të ma thot mua CNN-i këta apo di unë BBC-a. Unë e kuptoj me logjikën time, qoftë dhe kjo e cunguar, që në Iran ka shenja lirie. Këta nuk shenja dhe shenja të. Për mua jo vetëm ka liri, por ka anarki, se kur unë kam qenë në Toronto, mbaj mend një herë takova një familje iraniane që bonin jetë shumë të mirë, anti-islamike etj. Dhe i pyesora pse nuk punoni ju, më thonë mos kemi nevojë për të punuar, nga që kishin fabrika në Iran dhe i binin lekët nga Irani. Pra do të thonë është një liri shumë e madhe. Po. Olsi, tani them se kjo është një temë interesante që do të trajtuar, po unë kur isha i vogël erdha në kontakt me Sadiun, shkrimtarin, poetin e madh persian, dhe më ka mbetur në mendje disa fragmente nga Rubairat e tij. Rubairat. Ai përkthimi i Fanolit apo i Vexhi Buharas? Jo, unë Fanolin kam lexuar. Në një moment thotë, një shok më të mirë se vetja kërko, se po që si ti atë s'ke që do. Kështu që ka erdhur momenti që jo vetëm individët, por dhe shoqëritë anë mban botës të kërkojnë partnerë më të mirë se vetja, se po të merren me kategorinë e tyre, bota do vjetë në një pikpyetje. Ky është mendimi im edhe faleminderit Sadiut, mendimtarit të madh persian. Okej, Petro, unë sugjeroj që ta mbyllim bisedën. Po. Duke parë se çfarë amerikanët janë duke i bërë Danimarkës, duke personuar për të pushtuar Groenlandën, personimin që i bëjnë Kanadas, biles po shikoja një ëndër sot në mëngjes sikur po pushtonin Kanadan, larg qoftë inshallah nuk e pushtojnë. Të kthehemi prapë te Sadiu, të kesh një shok si Amerika është shumë problem i madh. Apo jo? E ka thënë Kissingeri. E ka thënë Kissingeri. Mirë Petro, e mbyllim? Po, e mbyllim, faleminderit. Mirë, miqë, ju falenderoj gjithëve për këtë bisedë që bëra me mikun tim Petro Prodanin.
me të cilin biseduam që nga historia e lashtë e Iranit, roli i Iranit në kodifikimin e Islamit dhe protestat më të fundit që po ndodhin sot, që ndodhen domethënë në Iran, edhe konflikti global amerikano-izraelito-iranian. Petroja ka mendimet e tij, unë ka mendimet e mia. Pak a shumë unë munduam që të tregojmë se çfarë ndodh në vërtet. Petro, faleminderit shumë. Gjithashtu.